përkushtuar shëndetit tënd. Për shëndetje, sot do të flasim për diagnostikimin molekular që realizohet në laboratorin e patologjisë molekulare, pjesë e departamentit të anatomisë patologjike në Spitalin Katolik Zoja e Këshillit Mirë në Tiranë. Ky laborator është i vetmi dhe i pari në Shqipëri që kryen diagnostikimin molekular, një ekzaminim jashtëzakonisht i nevojshëm për planifikimin e terapive molekulare dhe të personalizuara të pacientëve që vuajnë nga sëmundjet tumorale. Për të mësuar më shumë, por edhe për të ofruar më shumë informacion për gjithë qytetarët dhe veçanërisht për pacientët që vuajnë nga këto sëmundje, ne do të zhvillojmë disa biseda. Do të nisim së pari me doktoresh Manjola Qortja, mjeke anatomo-patologe. Doktoresha, përshëndetje, faleminderit që jeni këtu. Kemi së bashku në këtë bisedë edhe Klodiana Delia, teknike laboratori, e specializuar për patologjinë molekulare në Spitalin Tor Vergata në Itali. Përshëndetje. Përshëndetje. Do të nisja së pari me ju, doktoresh. Do doja të dija çfarë është patologjia molekulare. Atëre, patologjia molekulare është një ekzaminim i futur së fundmi në Shqipëri, i ofruar së fundmi në Shqipëri, i cili ekzaminon në nivel molekular mutacionet gjenetike që kanë ndodhur apo kanë sjellë një situatë tumorale tek pacienti. Ekzaminimet janë në nivelin molekular, në nivel të ADN-s ose RNA-s, përcaktohet mutacioni gjenetik që ka ndodhur dhe në bazë të këtij rezultati që ne marrim nga ekzaminimi i bërë, përcaktohet edhe terapia e targetuar ose terapia biologjike për këta pacient me tumore të caktuara që mund të jenë tumore të pulmonit, mund të jenë tumoret të vezores, tumoret të gjirit, tumoret e kolorektit, të zorës së trash, apo dhe lloje të ndryshme tumoresh që përfitojnë nga terapia e targetuar. Klodiana do të ndihmoj pak për të na treguar se si realizohet teknikisht procedura e ekzaminimit të patologjisë molekulare. Atëherë, si fillim, laboratori patologjisë molekulare përbëhet nga një ambient i dedikuar brenda laboratorit të departamentit të anatomisë patologjike. Ajo përbëhet nga një sër aparaturash të cilat janë të furnizuara nga Diatec Pharmacogenetics dhe ndër të cilat ne do të përmendim ekstraktuesin e ADN-s, që është edhe fjala e fundit e teknologjisë në biologjinë molekulare, në këtë rast në patologjinë molekulare. Pastaj kemi gjithashtu edhe amplifikatorin e ADN-s ose të RNA-s, i cila është pjesë e linjës këtyre aparaturave të furnizuara nga vetë firma Diatec Pharmacogenetics. Pastaj janë gjithashtu edhe një sër aparaturash të tjera ndihmëse, të cilat shërbejnë dhe janë të rëndësishme për pjesë specifike të gjatë procedurës së ekzaminimit. Spitalin Katolik Zoja e Këshillit Mirë në laboratorin tuaj. Por teknikisht si e realizojmë diagnostikimin molekular? Këto ekzaminime realizohen në bloqet e parafinës, janë bloqet e materialit ku është i vendosur materiali indor i tumorit të marrë nga pacienti, i marrë ky ose me një kirurgji të hapur, ose i marrë ky me një trukat biopsi, ose i marrë ky me një panç biopsi në rastet e kutisit. Në të gjitha këto lloj ekzaminimesh në bloqet e parafinës ne realizojmë ekzaminimin e patologjisë molekulare.